E tani me këto zhvillimet e reja. Dhe të këtë zhvillimet e reja, s'kam asë janë bitet. Në Vlorë. Kam dëshirë vetëm të ashtu Vlorës. Po kryetar bashkie. Nuk e të rrequr. As të rriqem. Edhe s'kur të ke zhvillimet tilla për shkakun që kjo lëvizja e zënë të zmadhohet e kështu dhe të nxjerrë kandidatë e saj. Jo. Hare. Po këta mund të propozojnë për shkakun që Ben Malen e propozojnë për kryetar bashkie. Jo. Si ke marrë me këtë lëvizje? Me lëvizje mirë, unë kam ruajtur një pozicion kështu. Këtë protestën. Me protestën. Po, thelbi është vota masive dhe unë po punoj për atë për ditë. Po bëj ato si pike e ujtë, valët, rrethet. Edhe fushat face to face, po. Edhe fushat kështu, me inteligencë artificiale. Ke marrë modelin e djalit të rritë, djalit vogël të Trumpit. Po, a i bëri çudirat me atë. Po, që e çonte baban në kështu. Se e çoj baban për të parë në ca podcaste. Po edhe në rrjetet sociale dhe këto të gjitha. Edhe ato... O shembull i mirë Trumpi për të ndjekur, Robert. Thonë që gjithë ata që mbështesin Trumpin humbasin. Jo, ma i në garën e tani primare që po bën Partinë Republikane, që dalin kandidat ndryshëm. Atje mirë, unë them në për Europë. Në për Europë. Ose edhe në Kanada. E mbanë mëndë këdo që mbështese Trumpi, unë bisën zgjedhje. Vore? E bënde aji, Bannon. Steve Bannon, jam. Atë kishte teoricientin e... Jo, mërë tani, që Bannon i ka qenë të Trumpi parë? Edhe tani Bannon i është vjenë në Evropë. Jo, më ishte bërën edhe të Meloni, edhe të këto, të gjithë janë bërë. E shkëputën këta pra, e vurere që janë shkëputën. Se shkëputën, Peter Thiel ishte në Romë, Steve Bannon i ka ardhur disa herë në Itali, shkojnë në Britani që u takua me Nigel Farage-in. Shenjë dhe gjë. Sebi, më farë se të fillojmë emisioni. O, Ledio, sa vajti ora, digjo, Sebi, e ke gati ato info që t'i hapim sot, se shlajmi fundit jo për asme në tjetër i spakut. Po, kem... I ke gati që më zënohemi, t'i hapim si raportim. Po, si raportim. O, Ledio, e kemi Joni Vorpsin nga... Përshëndetje toksore, ju sa për kemi mbritur emisionit tim Zonë Lirë. Në këtë pënjë pjesë të partë e emisionit, jemi live në MCN TV, si çdo të martë të munkur në orën 10 darkës, dhe çdo të premte në orën 9 të darkës. Këtë emision mund të ndiqni edhe kjo faqe që del në ekran, në YouTube, Zonë Lirë Official, për qefin tuaj e keni atje gjatë gjithë kohës. Ky është episodi 1096, data sot është 16 qershor 2026, ndërsa ky QR kodi këtu është një kuti magjike nga ku ju mund të dërgoni pyetjet tuaja. Më duke se nuk e kemi sot iPadin. E haruam. Me i da të dërgoni pyetjet se i lexojmë brapa, pa merak. Ora është 22:04 minuta. Dhe jam në studio me zotin Arben Malaj, shkurt Ben Malaj, si që thrasim. Ben Malaj, mi mbrëma. Mi mbrëma, faleminderit. Kënaqësi mu riktheve Ben Malaj, dua të kujtoj se në 2027 në zgjedhjet lokale ju do të kandidoni, keni vendosur për postin e kryetarit bashkisë së Vlorës, si i pavarur. Si i pavarur. Dhe jeni duke punuar gjerësisht dhe thellësisht për këtë punë. Duke mos i lodhur vlonjatët, por duke punuar për ditë me një fushat që do jetë face to face, drejt për drejt. Do të kujtoj Arben Malaj që ju jeni me origjinë nga Vlora. Unë me origjinë nga Tepelena, po jam rritur në Llakatun të Vlorës. Në Llakatun, se origjinë e ke nga Tepelena, Ben? Po, dhe e kam nisur vlerësimin tim në Vlorë, që kur shkoja te Pallati Pionerëve dhe merrim ato traktorët e uzinës plastike të Durrësit si nxënësi më i mirë, dhe jam shumë i njohës, më kanë mbështetur, më kanë promovuar. Malaj do të kujtoj gjithashtu që ju keni qenë prej shumë kohësh deri në një farë periudhë deputet i Partisë Socialiste dhe ministër për shumë kohë i financave në qeverinë Nano, nuk e mbajmë Nano 1, Nano 2? Nano 1 dhe Nano 2. Nano 1 dhe Nano 2. Unë kam punuar vetëm me Nanon si kryeministër. Pastaj ca kohë keni qenë në bordin e Bankës së Shqipërisë, në Gaboj, deri në një moment saktuar ku kryeministri aktual bëri gjithçka që ju të ikni nga puna. Është e vërtet?
më shkarkoj në mënyrë më të poshtër, nga pikpamja etike, por që rëndësi ka. A i vazhdon të... Bordi i bankës varet nga kryeministri? Jo. Unë ishe propozuar nga parlamenti dhe kjo ishte çudia. Po mbreti ynë kryeministror, do më thonë, mendon se ai mund të shkarkoj këtë doj, mund të emëroj këtë doj. Ju e ndiqni të çështjen në gjyq apo jo? Patjetër. Dhe në çfarë faze është? Është në shkallën e apelit dhe besoj që brenda 2-3 muajve. Dhe keni shpresë do të fitoni? Unë nuk kam shumë shpresë, po shpresa më shëritur tani që fillojnë protestat paqësore dhe njerëzit, besoj dhe sistemi gjyqësor, ka filluar të ndjej se është më mirë tjeti pavaru se sa tjetë shërbëtori një mbreti. Qartë. Erman Asano, do flasim në këtë 60 minuta që kemi për zhvillimit e fundit nga protesta, sot është dita e 17. Jemi në studio bashkë me Sebastian Zonjën, mikun tim dhe gazetar plus në MCN TV, i cili do na japi, do na bëjë një raportim, Sebastiani, lidhur me zhvillimet më të fundit që vinë nga Spaku. Por para se ta bëjmë këtë bend, të dy të bashkë, dhe ata që na shohin janë kurioz të dinë çfarë po ndodh në Strasburg, nesër pritet jetë një votim i rezolute lidhur me Zvërnecin, me projektin e Zvërnecit. Unë do pyes Ledio nëse e kemi Joni Vorpsi në Libja apo jo, Ledio? E kemi, po kemi edhe një sinkron nga Brukseli sot. Kemi një sinkron nga Brukseli apo nga Strasburgu? Nga Strasburgu, më fal. Sepse duhet i themi njerëzve që në fakt Parlamenti Evropian është rrirë në dy qytete të mëdha në Europë, në Bruksel, ku është dhe komisioni, dhe në Strasburg. Atëre të shohim këtë sinkronin Ledio që ke dhe pastaj direkt pa mbaruar sinkroni, bam na lidh me Joni Vorpsin. Cili është një ambientalist. Shqipëria nuk është në shitje. Tausende Menschen gehen in Albanien jeden Tag auf die Straße, um die Lagune von Nata zu schützen. Sie kämpfen für eines der wichtigsten Feuchtgebiete im ganzen Mittelmeerraum. Heimat tausender Flamingos und vieler weiterer seltener Tierarten. Die sogenannte Flamingo-Revolution ist dabei weit mehr als eine Umweltbewegung. Sie ist der Protest von Menschen, die nicht mehr akzeptieren wollen, dass wertvolle Natur wirtschaftlichen Großprojekten geopfert wird. Die albanische Bevölkerung ist mutig. Sie erhebt ihre Stimme für Transparenz, für den Schutz der Umwelt und für eine Zukunft, die nicht nur von wenigen Profiteuren bestimmt wird. Und wir müssen klar sagen, wo Korruption politische Entscheidungen beeinflusst, geraten Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Naturschutz gleichermaßen unter Druck. Wer Natur zerstört, Korruption duldet und die Interessen der Bevölkerung übergeht, gefährdet dabei auch das Vertrauen in einen europäischen Weg Albaniens. Europa steht für Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und den Schutz unserer gemeinsamen Lebensgrundlage. Die Menschen in Albanien verdienen eine Zukunft in Freiheit, Demokratie und eine intakte Natur. Vielen Dank. Sebastian Everding, kështu e ka emrin Sebastian, reporteri që foli tani, ishte edhe reporteri këtu për Shqipërinë, gjerman, që ka folur sot, duket apo dje? Ka folur sot apo dje ky? Sot. Ka folur në Parlamentin Evropian, këtu ishin në Strasburg. Nga ku është në këto momente, dhe ishte i qartë që qëndrimi i tij, pra nuk foli vetëm, foli për korrupsion, pra. Jo thjesht që mos shitet e mos ashtu, po foli për korrupsion. Sepse në fakt dihet është një super aferë Zvërneci, e kupton? Ndërkohë, Joni Vorpsin Ledio qose e kemi. Joni, mi mbrëma. Mi mbrëma. Joni, ti në këto momente ndodhesh, e para du të kujtoj që ti ke mbaruar për inxhinjeri ambienti, më the, erën e kaluar kur ishim bashk? Burimeve natyrore. Burimeve natyrore. Inxhinjeri ambienti dhe burime natyrore, apo jo? Vetëm inxhinjeri e burime natyrore. Natyrore. Dhe ke më shumë se 12 vjetë, Joni, që punon pranë një organizate shumë të rëndësishme, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në Europë, që është, se thua, bija e një organizate tjetër në Europë, që quhet PPNE. Po, prej 11 vitesh jam punonjës i organizatës PPNE. Tani, Joni, do të mbaj vetëm disa çaste, nuk do të lot shumë. Ti je në këto momente live, dhe jenë këto momente live dhe jenë në Strasburg nga Parlamenti Evropian, përse ke shkuar aty dhe çfarë pritet ndodhi nesër? Që ndodhi sot dhe çfarë pritet ndodhi nesër? Atëherë këto 2 ditë është takimi i Parlamentit Evropian, ku diskutohet mbi Ballkanin Perëndimor, një nga shtetet cilat është edhe Shqipëria. Votohet rezoluta për raportin e Komisionit Evropian, rezoluta që bëhet nga Parlamenti Evropian mbi
komisionin, mbi raportin e komisionit, dhe për shkak të ndryshimeve të fundit që kanë ndodhur në vend, ose eventeve të fundit që kanë ndodhur në vend, pra protestat, ka pasur një vëmendje më të shtuar dhe janë shtuar amendime në këtë raport. Një nga të cilat patjetër ka të bëjë me zonën e mbrojtur Vjosnartës dhe me projektet zhvillimore aty. Sot u bë diskutimi dhe debati mbi Shqipërinë, edhe vendet e tjera patjetër, një nga sinkronet ju e nxort, një nga personet që folën, por kishte edhe të tjerë që ngritën këtë çështje, përmendën flamingot patjetër, po dhe rëndësinë e zonës. Dhe atë që po ndodh në Shqipëri, protestat që janë një shembull në fakt demokracie dhe qasje europiane, protesta për të ruajtur burimet e vendit. Joni, edhe njerë më thuaj, kush është iniciatori i këtyre amendamenteve në Strasburg, se jam shumë kurios të di. Pra, pse pëstojë tani kjo çështje? Amendimet janë sjell nga grupe të ndryshme të parlamentare, një nga të cilët janë të gjelbërtit që për mendimin tim kanë atë amendimin më të fortë, është grupi i të majdve që po ashtu ka një amendim mbi këtë çështje. Pra grupe të ndryshme parlamentare kanë sjell. Po kush i alarmoi këto grupe? Kush i alarmoi këto grupe, Joni? Ajo që ka ndodhur pra në shesh ka qenë vizibël, ka arritur në gjithë grupet, ne kemi parë që është mbuluar nga gjithë mediat, patjetër edhe organizatat kanë raportuar, janë afruar këtyre palëve, ne bashkë me kolegët tanë kemi raportuar patjetër. Dhe çfarë pritet ndodhi nesër? Do votohet një rezolut? Po, do votohet një rezolut dhe amendimet e propozuara, ndër të cilat janë edhe për përshpejtim si fillim të ndryshimit ligjit zonave të mbrojtura, pasi kemi një piket përmbyllëse, kemi një detyrim që Shqipëria e ka ndaj Bashkimit Evropian, që të rikthejë ligjin e zonave të mbrojtura, të heqë këto amendimet të cilat shkatrojnë natyrën dhe nuk e mbrojnë, pra që të lejohen hotelet me pesyje, resortet me pesyje dhe zonat urbane të reja brenda zonave të mbrojtura. Dhe ne kemi parë që qeveria po e vonon. Kërkesa nga rezoluta është që të ndryshohet ligji, po gjithashtu ka dhe një kërkesë që mos të jepet më asnjë leje dhe mos të vazhdohen ndërtimet brenda zonave të mbrojtura deri në ndryshimin e ligjit. Pra, ligji të ndryshohet dhe të vihet në linjë me rregullat e Bashkimit Evropian dhe pastaj të shqyrtohen projekte të reja, sepse dihet që me këtë ligj që është, lejohet çdo gjë, nuk kemi 0% zonave të mbrojtura praktikisht. Pra, do t'i lejon ndërtime. Joni, do t'i hidhet në vot kjo rezolut? Dhe këto amendamente, dhe çfarë pritet ndodhi? Pra, se thuash, mund të rrëzohet sa shanse ka të kalojë dhe sa risk ka që të rrëzohet kjo gjë? Si janë ndarë ata eurodeputetët atje? Ky grupi kryesor që është grupi më i madh, kjo e PPS. PPA me kë është tjetër atje që bëjnë grupi më të madh? Rezoluta ka shumë gjasa që të votohet, mund të ndahet në pjesë, pra në pjesë të se cila votohet, se është një tekst i gjatë, por që rezoluta për çështjen dukshëm nga ajo që ne shohim këtu dhe se si reagojnë deputetët e Parlamentit Evropian dhe të tjerë që gjithë e njohin çështjen, do votohet. Do votohet? Por do jetë me pro kundër? Sebi? Si çdo rezolut të treja mundësit, pro, kundër, abstenim. Ka pro, kundër, abstenim, pra? Po, është e sigurt që do hyjë, pra është renditës, pra? Është në renditës dhe ka shumë gjasa të votohet. Dhe në qoftë votohet, do bëhet nesër? Pro, e kam fjalën. Do bëhet nesër në qoftë se do votohet? Po, votimi është nesër në orën 12:30 fillon, dhe do jetë publik. Pra është me hapur për publikun, është linku online për ta parë kushdo që është interesuar. Joni, dhe një pyetje të fundit, edhe një pyetje të fundit para se të lë të qetë. Ti e ndoqe sot, pra je futur brenda në Parlamentin Evropian në Strasburg? Po, një pjesë më deshet lëvizja, nuk e ndoqja do të gjithën, por që një pjesë të diskutimit e ndoqja. Do jesh dhe nesër besoj paradite? Po, patjetër. Bukur, do takojmë pra bashkë nesër në të njëjtën orë, në orën 10,
që të na thua rezultatin e votimit? Këtu në zonë e lirë? Rezultati i votimit do dalë më herët, po me kënaqësi. Shën si ka, ti do na japësh që atmosferën, detaje që nuk jepen më herët. Po. Vetëm mundohu të lutem, edhe pse si e gazetar, mundohu të marrësh vesh me saksi. Kush voton pro, kush voton kundër, kush abstenon, se dalin gjitha ato. Merr një rezume të një bilanc. Mirë është të pi një kafe në mëngjes me ta ulan ballën, sa i vete gjithmonë kur ka rezultata. Ishte. Me që na e kujtoj. Ja, shikon ishte. Është atje, ha? Po, se bën ndërmjetësimin e... Po. Bën këto kështu. Si mori ka shumë fuqi këtë Alan, do flasim. Joni të lëre hatu, po të ma... pyetje Jonit. Ke pyetje tjetër, patjetër. Më falë, unë e vlerësoj shumë angazhimin tuaj publik, aq më tepër performancë që keni me këtë eksperiencë, po pati një dalje të përbashkët të Ministrit i Jashtëm të Shqipërisë dhe të Komisionerit për Zgjerimin, dhe unë ndjeva pak i habitur, sepse qeveria dhe kryeministri thotë që s'kemi projekt dhe nuk kemi çfarë diskutojmë pa pasur projekt. Ndërsa Komisionerja e Bashkimit Evropian për Zgjerimin tha, ne jemi të bindur që Shqipëria do të respektoj për projektin e Zvërnecit të gjitha kushtëzimet tona. Tani si qëndron e vërteta? Kemi një deklarat politike qetësuese të komisioneres ndaj protestuesve. Për kosin e ke fjalë. Po, ndaj protestuesve, sepse unë nuk e kuptoj do ndryshe si studiusi i politikës shqiptare dhe si studiusi i integrimit evropian. Thelbin e kësaj deklarate që bëri komisionerja sot. Nga ajo që unë personalisht kam parë përgjithsisht, komisionerja ka qenë gjithmonë në krahun e pjesës të mbajturit stabilitetit dhe mos ketë kundërshtime të mëdha. Këtë e them për shumë raste dhe duket gjithmonë sikur është në krahun e qeverisë në një farë mënyre, pra dhe në këtë rast ajo ishte deklarate pa vend, nuk ishte deklarat që... Nuk mund të aq kështu, në rreshta thoshte ajo. Në rreshta thoshte kosi. Sepse debati i madh për të krijuar qetësi në Ballkanin Perëndimor, ku ndizen shpejt konfliktet, të vëmë stabilitetin përpara demokracisë, po shikojmë zhvillimet në Serbi, po shikojmë zhvillimet në Shqipëri, po shikojmë zhvillimet në Bosnjë-Hercegovinë, ky këndvështrim se Europa dallohet për atë që quhet soft power, që më mirë themi gjërat nën tavolinë se drejt për drejt, e ka dëmtuar Ballkanin Perëndimor dhe nuk e ka krijuar një premis më të mirë. Dhe problemi i korrupsionit, problemi i kapjes së shtetit, problemi i investitorëve strategjik që Bashkimi Evropian ja ka kërkuar qeverisë të anullojë dhe kryeministri thotë do ta anullojmë se s'kemi më nevojë për të. Unë jam i bindur që ai do ta vonoj, ose kërkesa që duhet kemi të gjithë ne që nuk duhet kemi investitor strategjik dhe nuk duhet kemi investitor që i kanë qendrat e biznesit në Shqipëri, ndërsa llogaritë i mbajnë offshore. E para fshehin pronarët e vërtet, e dyta i bëjnë gati zero përfitimet financiare në buxhetin e shtetit. Unë falenderoj shumë dhe të uroj shumë suksese. Joni do të dëgjojmë nesër. Dua të shtoj edhe një gjë, dua të shtoj vetëm një gjë të vogël. Jepi për ta mbyllur. Lidhje me atë që po thoja. Pse thash që është e pavend, sepse kur flasim për natyrën, mbrojtja e cilës është e lidhur ngushtësisht me shkencën, nuk mund të marrim garanci politike. Pra, komisionera foli mbi një garanci politike, na ka thënë qeveria që do respektojë rregullat, ndërkohë që ne kemi 1001 gjëra përpara që duhet ndryshuar ligji të tjerë. Pra nuk ngeli tek një vlerësim i ndikimit mjedis. Aty, unë e thashë edhe herën e kaluar, kemi ndërhyrje për cilat duhet mbajtur përgjegjësi. Nuk ka ndërhyrje as i KMT-ja, as kush, është shkatruar habitati pa leje. Si fillim të flasim për atë para se të arrijmë se çfarë garancie na jep projekti në një vend ku nuk bëhen kontrollet më minimale dhe nuk pritet sa të dalin lejet për të filluar punë. Fiks. Joni, të takohemi nesër? Në Dyplex? Po. Të falenderoj shumë për lidhjen sonte. Faleminderit. Mirënjohje. Faleminderit. Sebastian, para se ta mbyllim malaj këtë histori, ti mendon që kryeministri i Shqipërisë Ramsi IV, a mendon që, më fal për shprehjen, që ai e voi në zjarr, do thoshë një fjalë tjetër, po kot thash më fal për shprehjen në fakt. Do thoshja po thash, a mendon që ai e çan kokën shumë për rezolutat që bëhen në Parlamentin Evropian? Realisht, po të flasim tani kështu, të flasim jo me gjuhë të drujt. Po unë nuk mendoj se ai ka fuqinë e indis që mos ta ketë këtë lloj problematike.
Se nuk është era e parë, pra, që Parlamenti Europian dhe organizatat tjera ja kanë trequr veshin për 1, 2, 3, 4 gjëra dhe ai bën sikur thot, po thot dhe vazhdon. Nuk është era e parë. Prandaj po them para se ja fjalën Beni që ta mbyllim këtë aferë. Unë mendoj se çdo politikan në Shqipëri është i shqetësuar për çdo rezolut të parlamentit. Shqetësohet thua ti? Po. Ben? Nuk është një rezolutë e thjeshtë, sepse sqaroj shumë mirë kolegu. Më duket se ka lidhje me pikën 27 duket të negociatave. Bëhet fjalë për vlerësimin që ka bërë Komisioni Evropian, i Bari, i cili bëri në shkurt një version të i Bari që ishte përgëdhelës për qeveri, u ngritën dhe gjithë faktorët e tjerë dhe thanë jo. Shqipëria ka probleme konkrete dhe duhet i vëmë detyra konkrete. Dhe ka të bëjmë me negociatat. Dhe kur miratohet një raport i Komisionit Evropian në Parlamentin Evropian dhe vrejtjet konkretizohen në dokumentin zyrtar, ato janë pjesë prioritare në proces integrimit. Nuk ka anullim, anullimi vinë më vonë si risk, po ka blokim. Dhe blokimi parë ndodhi, u shkëput Malizi dhe në mbetën pas. Kjo është vërtet fakt. Deri para pak kohësh ishin të dyja në një start, dhe Malizi dhe Shqipëria, ishin në një në kështu. Pas Malizi eci para. Ben Maraj, ti që je një studius shumë i detajuar dhe ti njeh mirë dhe çështjet dhe këto raportet midis Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, se të kam dëgjuar në studio ndryshme që flet dhe je shumë i angazhuar me këto dhe të thuash i futesh detaje. Realisht ti si mendon, më thuaj të vërtetën. Pse më duket mua, unë tani po e vulgarizoj me qëllim për njerëzit që na dëgjojnë. Pse më duket mua sikur ky në fakt, Ramsi i katërt, po bën gjithçka që të mos hyjë në Europë, pra që ata të thonë jo vllai, ke punë të keq. Pse më fal, më bind të lutem që ai do vërtet të hyjë, se unë kam një bindje, nuk kam fakte, kam bindje që ky njeri nuk ka ndonjë interes të hyjë atje brenda. Padje sa më shumë të zgjatet kjo periudhë hibride, as mish as peshk, pra as burr as grua, për këtë është më mirë, se është dhe jashtë, pra ka një këmbë jashtë, më kupton dhe ata pastaj kanë dhe nevojë për të. Pa unë e shoh ndryshe. Ma thuaj ti si është. Ndodhin në përplasjet e mëdha gjeopolitike. Dhe Europa duhet gjej vetveten. Dhe gjetja vetvetes së Europës është që të jetë një blok më i madh ekonomik, më i zhvilluar dhe një lojtar global. Dhe sipas presidentit të Komisionit Evropian, janë disa vende. Princesha van der Leyen. Po, van der Leyen, që dëshirojnë të bashkohen Bashkimit Evropian dhe popullsia e tyre është 150 milion veta. Dhe gjëja e parë që duhet të bëjë Europë... Kush popullsia 150 milion? E vendeve që janë në listë pritje, që nga Ukraina që duhen të bashkohen Europës. Bashkë me Ukrainën thua 150 milion. Dakor. Tani, po dhe kjo është dhe Moldavia më duket? Po dhe Moldavia. Por problemi qëndron që në gjithë historinë e Europës Ballkani ka qenë gjithmonë një pikë e zezë. Ajsa një nga kancelarët gjerman theksoi që nëse do të ndodhë një luftë e tretë, do të ndodhë për shkak të çmendurisë së ballkanësve. Dhe Ballkani nuk mund të rrimë më një element problematik që pengon. Tani po flet për interesin e atyre për Ballkanin. Po pikërisht. Ja, atë po them. Janë ata, këtu duket sikur ata mbajnë qëndrim hezitues, por në zgjidhjet e mëdha që janë bërë nxjerrimi Bashkimit Evropian ka vendosur gjeopolitika, pavarësisht se ata thonë që e meriton apo meriton. Dhe Rama e di këtë, që do apo s'do ai Shqipëria do futet. Do futet me Ramsin kryeministër thua ti? Tani me Ramsin. Te luftë e ti, e morë vesh se çfarë deklaroi sot. Po tha do jap dorëgjën. Do jap dorëgjën ditën e parë tha, kur të jemi si e tha tamam se e mban më apo se të fare. Te vëndantari BE-s, po nuk e fiksova. Manis se ishte kështu kjo, ishte. Po se gjithmonë të krijojë një shpresë të re për mbijetesë personale, ndërsa tani në Shqipëri ka një lëvizje të re, një protestë paqësore për Shqipërinë e re, pa Ramën, pa Berishën dhe një shtet ligjor. Ky po bën gjithçka, nëse do marrim hipotezën që do të hyjë, që të jetë ky njeriu të fusi Shqipërinë atje, njësoj si Ismail Qemali ku ngriti flamurin blok. Jo, Morxhan, Ismail Qemali e bëri shtet pavarur. Do të mbetet një histori, e di më ti, do mbetet një histori thotë unë pas 13 vjetësh futa Shqipërinë në BE. Tani një sekond, ty të duket ti nuk do ta pranosh këtë gjë. Unë po flas në qoftë se Ramsi do të hyjë. Unë kam tezën se ai nuk do të hyjë. A fut Shqipëria në NATO në kohën e Berishës edhe pse 8% punës e bëm ne? E çfarë ndodhi? Profili i një lideri është në raport me prioritetet e vendit të tij. Kur do futet Shqipëria, ne do jemi prapë të fundit, nuk do jemi të parët. Nëse do të pranohemi në BE, thotë, nëse do pranohemi. Pra e di dhe ai, nëse në mbledhjen e parë si shtet antar do të jap dorëgjën. Ai.
Thot ky pra. Po nuk do jemi shtet antar, më burit. Po s'do jesh shtet antar, se që bëhesh shtet antar do jesh në Schengen. Ne kemi lëvizjen e lirë. Faza ato. Po pra, po që thotaj kur tulemi në mbledhjen e parë, i bie në vitin 2046. Ma do jesh antar, le mos jesh në Schengen. Po pra, po do jesh tregun e përbashkët. Modusi është Malizi. Malizi po tenton të futet pa drejt vetoje dhe po tenton të futet në tregun e përbashkët. Jo, Malizi ka vënë atë parimin dhe për të bërë ndarje e madhe. Unë dua antarësim të plotë. Po, me që Malizi është vëndi më me risë të lartë, influenca ruse dhe sërbe, atër do futet, si që fut Rumania e Bulgaria, duke. Dhe që këtu do të ndahet pasaj. Gjithë të tjere do jenë me propozimin e letës së Vučić me Ramos, që ne pranojmë, që edhe pa veto, edhe pa komisioner. Por mua më shqetëson kjo që duke parë dokumentin që ka prezentuar kancelari Gjerman, këta nuk do jenë vënantar. Këto do jepet e drejt të jenë asistus në mbledhje. Dhe të marim pak më shumë dhe këtë, dhe po t'jetë këtë kryeministër deri atere. Po nuk quhet antarësim këto. Do e quaj antarësim kë? Qasë bëmba kime atë? Okej, le t'jo, bëjmë një xhiro, ikim funizohemi dhe rikthehemi prapë me fabulën tjetër. Ikim urgjencën e zotrin, sepse ndryshe do na bëj çek motori. Po ju çoj tani në një karburant i cili është i vetmi karburant cilëson në Shqipëri, quhet SPO Oil, Saidi, miku im i vjetër Saidi. Nëse doni karburant kristal të pastër dhe pa hile, do shkoni këtu. Dakor? I keni gjithandej për Tiranë. Fiksoni mirë logon. SP Oil. Mos fusi çdo lloj zorre në makinën tuaj, s'do hani dynjan, dakor, do shkatroni makinën. Këtu, vetëm te SP Oili, gjithandej sa dilni nga Tirana, ikni për Shqipëri, ju del prapë SP Oili. Shikoni mirë logon. Është the fuel of champions. Është karburanti i kampionëve. Bravo Said. Çfarë mjeti është ti, çfarë mjeti. Plasët fabulë e dytë në ekran, le t'jo.